personale në jetën akademike. Monografia shkencore Fanoli në shtypin e Korçës 1920-1924 me autor Metin Vengja dhe Orionago u promovua në Universitetin Fanoli. Botimi sjell një vështrim të detajuar mbi pasqyrimin e figurës dhe veprimtarisë së Fanolit në shtypin korçar gjatë viteve 1920-1924, duke ofruar një kontribut të rëndësishëm në studimet historike dhe albanologjike. E reja e kësaj monografie është se bazohet kryesisht në burime dytësore dhe jo në burime primare, dhe këto burime dytësore i gjenden në shtypin e Korçës, duke të thënë se shtypi i Korçës në këtë periudhë është një shtyp sasior, me shumë gazeta që dalin në treg, por mbi të gjitha me një cilësi për t'u admiruar. Në literaturë mungonte një qasje, një këndvështrim i historisë atyre viteve, po themi nga qyteti i Korçës. Për shembull, po them për lëvizjen e Qeshorit, mënyra se si ishte trajtuar nga historiografia shqiptare, lëvizja e Qeshorit dhe rajonit ton nuk ishte shteruese, sepse ne vëmë re aty një qëndrim ndryshe të elitës politike të kohës. Në të njëjtën veprimtari u zhvillua dhe ceremonia e ndarjes së çmimit Fanoli për profesori asociuar doktor Arsim Sinani nga Universiteti i Prishtinës në vlerësim të kontributit të tij në fushën akademike dhe shkencore. Për mua është një kënaqësi e veçantë që në këtë 55 vjetor Universiteti më nderon me çmimin Fanoli dhe me këtë rast unë falenderoj rektorin profesor Ekonomin, falenderoj stafin, senatin. Është një moment reflektimi për gjithë ne, çfarë kemi bërë për Nolin, çfarë duhet të bëjmë për Nolin. Na mbetet si obligim i parealizuar riaktësimi i eshtrave të Fanolit në Korçë. Aktiviteti mblodhi pedagog, studiues, student dhe të ftuar të tjerë, duke shënuar një tjetër moment të rëndësishëm në kalendarin e veprimtarive, kushtuar 55 vjetorit të Universitetit Fanoli.